Mirë mbrëma të nderuar shikues të Radio Televizionit Iliria. Jemi sot në emisionin më të ri të Radio Televizionit Iliria të emisionit Mjekësia dhe Te, me temën çrregullimet e ankthit, si t'i njohim dhe si t'i trajtojmë ato. Me ne sot i ftuar është profesor doktor Shpend Haxhibeqiri, specialist i psikiatrisë dhe njëkohësisht studiues në fushën e forenzikës psikiatrike. Mirë se vjen, doktor Shpend. Mirë se gjetë, faleminderit për ftesën. Është kënaqësi të jeni sot pranë nesh. Gjithashtu, faleminderit për juve dhe për auditoriumin e ju që sot është me ne. Faleminderit shumë. Doktor Shpend, po flasmi për ankthin ose kemi vendosur të flasim për ankthin, është një çrregullim, nëse mund të më quajt ashtu, që sot përfshin jo vetëm individ, por edhe familjen në Kosovë. Si ta përkufizojmë ato, si ta njohim ato? Faleminderit edhe një herë për ftesën. Çrregullimet e ankthit sot kanë kaplu jo vetëm Kosovën, po gjithë globin në një numër të jashtëzakonisht të madh në krahasim me vitet më hershëm. Kjo posaçërisht ka ndodhur pas periudhës së Covidit, e cila ka ndodhur në vitin 2020. Shumë studime janë bërë lidhur me çrregullimet e ankthit, por edhe në Kosovë janë bërë disa nga studimet, të cilet unë sot për arsye faktike, ka marrë dhe disa të dhëna statistikore se ku dhe qysh jemi, po më pare, ankthi është një pasqyrë ose përgjegje e një refleksionit njerëzor, domethënë mbi stresin ose mbi frikën të cilën ai e përjeton, dhe si pasojë kësaj nuk mund të arriti plotësoj detyrat ose obligimet e veta që i ka parashtru, ose që rrethin këtë rast familja, domethënë e tjerë kanë vendos. Çrregullimet e ankthit ndahen në disa, më i përhapur është çrregullimi i ankthit generalizuar, i cili është jashtëzakonisht shumë i shprehur. Pastaj domethënë është çrregullimi i panikut, pastaj është çrregullimi domethënë ose agrofobia, pastaj në fobitë specifike dhe në këtë kuadër hyn në fund faktikisht edhe obsesionet obsesive-kompulsive dhe stresi post-traumatik që po ashtu në Kosovë, domethënë, është në vlera jashtëzakonisht të larta. Arsyeja e prezantimit në një shkallë kaq të lartë të ankthit fillimisht fillon nga fëmijëria, domethënë. Të rinjët tanë, sipas një studimit që unë këtu e kam marrë, një numër shumë i madh, ka dikun rreth 50% kanë çrregullime të ankthit dhe ato në forma të ndryshme, si kokëdhëmbja, dhimbja e barkut, zakonisht ndodh kur kemi ndonjë detyrë, ndonjë provim, ndonjë notë e tjera. Po ashtu edhe gjatë shkollimit të mesëm dhe në fakultet, ai edhe më shumë është e shprehur dhe pastaj edhe sfidat që janë vendosur vetet, a mund të ballafaqojmë, a mund të arrijmë. Çrregullimet e ankthit, domethënë, sikurse që kanë pasoja ose janë reakcion biologjik, ashtu mund të jetë domethënë fizik në organizmin tonë, edhe ashtu në social. Për shembull, nëse marrim aspektin mjekësor, ose kemi domethënë kokëdhëmbje, kemi djersitje, kemi pagjumësi, dhimbje të barkut, shqetësime, palpitacione. Pastaj kemi aspektin social që është shumë i rëndësishëm, mos dalja në publik, mos dalja në turb, frikë që të ballafaqohemi me të tjerët, frikë mos po më thonë ndonjë nocion, pra stigma është jashtëzakonisht e shprehur, dhe të gjitha këto, domethënë, vijnë në një situatë që pacienti ose individi të mos trajtohet në mënyrë të duhur, të mos shkojë te profesionisti i duhur, që në Kosovë duhet të thënim se me të vërtetë është një shkallë shumë e madhe e vetmjekimit ose vetë supozimit. Për shembull, i ka bëu hajër atine kjo tablet merr edhe ti, që domethënë është jashtëzakonisht absurde. Nivel i keq, po. Edhe nivel i keq edhe nivel i cili ka pasoja. Pastaj e dyta, dhënia pa recetë e terapive, të cilet në këtë rast benzodiazepineve, të cilet krijojnë varësi, po ashtu domethënë kanë një veprim jashtëzakonisht negativ dhe nuk e trajtojnë si duhet. Përndryshe, ky çrregullim, ky trajtohet, ka shërim dhe domethënë ka sukses, po shumë me rëndësi është trajtimi adekuat dhe me kohë. Kur jemi duke folur për ankthhin në vendin tonë, po flas, realisht është kjo në rritje si fenomen, apo thjesht është një tërheqje e lakorës mes të kaluarës dhe të tanishmes?
sepse jo përmendë që kjo lidhet edhe qysh me fëmirin. Po, jo, në Kosovë është në rritje, pasi që kanë ndiku edhe rjetet sociale, kanë ndiku, dhe më thonë, edhe sistemi i edukimit, dhe më thonë, njerës tash, për shembull, ma përpara kemi bisedu në familje, kemi diskutu probleme, qoftë të më thonë edhe shkollës, tash individi merr krejt barën mbi veti, qoftë fëmiju, qoftë familja, ose qoftë prindërit këtë rast, dhe shumë më vështirë ballafaqohet me problematikën të cilën ma përpara dyqysh e kemi shpërnda, se familjet shqiptare janë njohur për edukimin dhe për bashkëjetesën, e cila në shumë raste këto sfidat e ankthit, të cilët shumica edhe nuk e din që kanë ankth, ose çrregullimet e ankthit, po mendojnë, shkojnë, vizitojnë kardiologun, e vizitojnë qendrën emergjente, i vizitojnë, bëjnë analiza të pafundme në klinikën e biokimisë ose në për CKMF-t, mirë po rezultatin ose zgjedhjen nuk e ka, për arsye se janë vetëm duke prek në për sipërfaqe të ndryshme, të cilat nuk janë aktualisht zgjedhje për problemin të cilin. Edhe jeni duke thonë që hulumtova, shkova te mjeku, shkova te ky, s'po mban hajër. Pastaj bora i bjen në farforme në mënyrë indirekte profesionistit shëndetësor, këtu pavarësisht cilit kënd e ka jep shërbimin e tij. Na duhet me thonë diçka të vërtetën. I vetmi person adekuat, kompetent, i cili duhet të mirët me të gjitha llojet problemeve të shëndetit të mendor, e në veçantë që rregullimit të ankthit është psikiatri. Jo person tjetër, as kardiologu, as neurologu, as një profesionist tjetër nuk është i thirrë, për arsye se ai e din veprimin e barnave, mekanizmin e veprimit të barnave, kur duhet filluar, çfarë doze dhe si duhet ndërprerë. Profesionistët tjerë nuk e kanë fushë të specializimit këto lloj barna, për arsye se këto i kanë si shtesë në profesionin e vet që përdoren. Dhe këtë unë mendoj që ky do të duhet ishte mesazh i juaj, i televizionit të tuar kundrejt të gjithë spektatorëve ose auditoriumit që të drejtohen te persona që janë kompetent për këtë lloj problemi ose këtë problematike. Doktor Shpend, a duhet të ndihemi të bullizojmë në vete, ose a duhet ta bullizojmë dikë i cili kërkon ndihmë te psikiatri? Jo as pak. Jo as pak. Unë mendoj e kundërta. Pse duhet bullizuar dikënd kur për shembull ka probleme kardiologjike, i ka 5 stenda, ditë për ditë shkon në qendër emergjente, ata këtë njohin. Apo ndoshta është kjo prej të kalumes që ti nuk je mirë dhe shko te psikiatri. Do të thotë është kriju sikur lloj gjesti ose sikur lloj shprehje që unë kam qenë në vitin 2017 në një konferencë në Salzburg. Edhe kam kuptuar që ky lloj stigmatizimi ekziston edhe në Angli, ekziston edhe në Amerikë, ekziston edhe në Kinë. Domethënë nuk jemi na jashtë këtë botës, por duhet tentuar në mënyrë radikale që të ndihmojmë njerëzve. Për këtë arsye duhet punësuar profesionistët në për shkolla, pastaj të bëhen vizita sistematike të atyre nxënësve, cili do të që ka ndonjë vërejtje ose suggestion ose ndonjë vështirësi, qoftë në edukim, qoftë në sjellje, qoftë në përshtatje, ai duhet ta ketë ndihmën e profesionistit adekuat. Kthehemi tek faktorët që ndikojnë shoqërinë tonë për të shkaktuar ankthi ose që të vi deri te një person anksioz, një trakt. A janë pasiguria ekonomike, presioni social, traumat e paslutjes, ritmi i jetës, apo cila nga këto mendoni se ka kontribu në thojza më së shumti që të vim deri tek këta individ që po na shtohen ditë e më shumë? Jo shumë mirë e elaboruar dhe thatë, të gjitha faktorët e lartë cekur janë faktorë që ndikojnë në rritjen enorme të çrregullimeve të ankthit. Por në parim gjendja vështirë ekonomike, pasiguria për të ardhmen, pasiguria për punësim, pasiguria për shkollim dhe sfida tjera që bijnë, vjen deri te rritja e numrit, domethënë, ose e rasteve me çrregullim të ankthit. Pastaj ai qëllimi jonë që ja kemi vendos vetes që të arrijmë ndonjë qëllim, ta përfundojmë shkollën ose ta blejmë veturën ose ta blejmë banesën. Mos arritja aty në pikësynimeve tona bjen edhe ajo deri te çrregullimet e ankthit ose te fazat e ndryshme të çrregullimeve të ankthit. Tjetër, po ashtu është
thash, rrjetet sociale kanë ndiku bukur shumë në këtë sfidën ose në këtë luftën ton, të idit ton me rrethin, me të arriturat e globalizimit, që në këtë rast njeri nuk mund mi përcjell. Pra janë shumë një faktor bukur të mëdhaj, të cilat ndikojnë në të gjithë neve për problemet të cilat edhe i cekëm. Pastaj, ju shifni sot, për shembull, edhe substancat psikoaktive kanë marrë një jehon jashtëzakonisht madhe të përdorimit. Një numër jashtëzakonisht i madh i të rinjve është duke abuzu, jo duke përdorur, por duke abuzu. Dhe pos problemeve të natyrës psiqike, sikurse që mund të jenë halucinacionet, mendimet deluzive, ankthi është prioritarate. Ankthi paraqitet me domës. Dhe ballafaqimi i të gjitha këtyre problemeve i jepet mandej vështirësi edhe në zgjedhjen e këtyre. Se thot, po më del zemra, nuk jam vetvetja, nuk po më zën veni ven. Ai nuk e din që ato e ka si pasojë përdorime të substancave. Edhe ju dini që grup moshat më përpara të përdoruesve të substancave më e ulët ka qenë 16, bëjmë për tash ka raja shkollë në 12, pra dhe në shkolla fillore përdoret. Për këtë arsye, të gjithë faktorët dhe që këtë tranzicion i pas luftës ka ndiku jashtëzakonisht shumë. Të kthehemi tek ndarja e çrregullimeve që shkakton ankthi. Cilat janë ato pikat shkurta? Pikat shkurta, domethënë, është çrregullimi i gjeneralizuar i ankthit, pastaj kemi domethënë çrregullimin e panikut, kemi çrregullimin e ankthit, domethënë social, pastaj kemi fobit specifike, domethënë për shembull, nuk do më shku te mjeku për arsye të gjelbërës. Domethënë është specifike. Nuk hyp në aeroplan, se thot kam frikë me hyp në aeroplan se për shpirti, aeroplani ka fort. Pra edhe në fund domethënë çrregullimit obsesivo-kompulsive edhe PTSD ose stresi posttraumatik do të lidhesha këtu. Këtu studimet kanë treguar që në Kosovë, nëse muna me marë telefonin se i kanë të dhënat statistikore të cilet, do të them që në Kosovë janë bërë shumë pak studime për PTSD, stresin post-traumatik. Mirë po, vitet e fundit, në vitin 2019, është kryer një hulumtim i cili ka zgjatur 6 vjetë në gjenetikën e PTSD-s, ku janë marrë shtetet sikurse Kosova, Bosnia-Hercegovinës dhe Kroacia. Kryesisht shtetet që kanë qenë pas tranzicionit. Po, që ashtu dhe të gjitha shtetet që kanë pas luftë jashtëzakonisht të vështirë. Ky ka qenë projekt i Akademisë Gjermane për zhvillim. Pra, janë kryer 4 punime shkencore dhe për herë të parë në Kosovë nga aspekti i PTSD-s në parametrat gjenetik dhe punimet janë kryer nga unë, nga doktoresha Blerina Hoxha, nga profesoresha Valdeta Haxhi Beqiri, edhe nga doktoresha Fardita Uka, me që rast është parë një numër jashtëzakonisht i theksuar ose i lartë i pacientëve me PTSD të përjetshëm. Do ta them për shembull, në Bosnë e Hercegovinë prevalenca ka qenë 22%, ndërsa në Kosovë ka qenë 17.9%. Por, me studimet gjenetike, është dalë që numri i rasteve që ne kemi marrë grup njerëz të cilët kanë qenë nëpër burgje të Serbisë, domethënë, edhe kemi marrë grupin e grave të cilët kanë qenë të dhunuara seksualisht gjatë luftës dhe në këtë studime tonë ka dalë dikon rreth 35% që është bukur një shkallë e lartë, edhe PTSD-ja është janë mendime protuzive të cilat me rishfaqen fundi të filmit, i cili është i njëjtë me traumën e përjetuar, me njëherë krijon një gjendje, domethënë një reakcion të organizmit si pasojë domethënë e traumës së përjetuar, qoftë edhe para faktikisht 27 vjetëve kur ka ndodhur në Kosovë lufta. Tek çrregullimet e panikut, doktor Shpend. Çfarë është më saktë panic disorder? Po, është një shqetësim aty për aty, shqetësim i fortë i organizmit. A vjen pa prit organizmin këtë rast, a i vjen, që shtojnë të na, pa e mendu? Herën e parë vjen pa prit.
dhe me dhimbjet barkut, me sulmet panikut, me rrahjet shpejta të zemrës, me palpitacione të zemrës, me djersit e duar, dhe zakonisht të gjithë ata herë në parë shkojnë në qendër emergjente për arsye se nuk e dinë arsyeën për nga vjen. Mirë po, herave tjera, atëherë janë veç më të përgatitën, njerëzit e dinë që kanë një shqetësim. A ka raste kur, doktor Shpend, ju e përmendet në fakt edhe kalim të në fillim, mos menaxhimi me veten, qënë deri tek një çrregullim i ankthit të avancuar, nëse mund me thujt. Po, çështë. Por që mos orientimi në trajtim, tutje, a mund të çojë deri tek një shkollë më e generalizuar që përmendet, apo si qëndron puna deri ku mund të ofrojë nëse nuk merret me veten, e përveç kësajna kur te ke kuptu që po vun prej atij problemi, nuk ke shku te personi i duhur. Sa mund t'i kushtoj kjo personit këtë rast? Po, mund t'i kushtoj shumë, për arsye se ai në mënyrë Dhe në permanente. çfarë faze mund të përfundoj? Po, ai mund të përfundoj, edhe fundit edhe me vetvrasje. Me vetlëndim. Për arsye se nuk sheh zgjedhjet problemit, ato janë në mënyrë bezdishme, në mënyrë ditëpërditshme, permanente, nuk e lojë njeri me funksionu në aktivitetet e përditshme jetësore, qoftë raport me kolegët e punës, me vendin e punës, me familjen, nuk është në gjendje me kry punët edhe faktikisht dorëzohet. Në një fazë ose tjetrën ai njëjti dorëzohet. Për këtë arsye duhet që sa më herët, të mirët edhe trajtimi adekuat. Si mund ta dallojmë një person që vuan nga ankthi ose që është person anksioz në këtë rast? Në bazë të shprehjes, të pamjes, në bazë të shprehjes, në bazë të pamjes, në bazë të qëndrimit, në bazë gestikulacionit, djersitjes, pasigurisë, vështirësisë në marrje vendime, vështirësisë në të shprehurit. Pra janë shumë një lepesë e faktorëve determinues që sheh që një person nuk është rahat. Për shembull, edhe në entubime politike, shumë prej njerëzve a mund të vrenin nga tash, me qenë se kalove në atë domen. A mund të vrenin nga politikanë për shembull që gjatë tubimeve, gjatë prononcimeve, i vrenin që është person anksioz në këtë rast? Po, si jo. Vren jo të gjithë, po duhet mu faktikisht se kapitin e që marrin edhe na i farë terapia para se me dalë aty në podium, nuk ka fort lehtë. Pra përgatitën, mendoj që njerëz Kosovë vedia është rritit për det dhe kanë marrë mësimet mjaftueshme që në momentet e caktuara duhet me agjet vetet hallet, në këtë rast ilaçin, por sidoqoftë ka njerëz të cilët në momentet e caktuara nuk mundin me menaxhu dhe vërehen ose dallohen tek profesionistët e fushës. Atëherë të nderuar shikues, me qenë se është koha e marketingut, shkojmë në blok marketingu për të kthyer sërish në studio me doktor Shpendin. Ndruam që në ditët e para. Gur mbi gur, ju dham jetë ndërtimeve më meritore. Kudo që hapim themele, e dim, nesër do t'jetë qendra. Duke investuar në cilësinë e jetës, në hapësira të përbashkëta. Ne ndërtojmë. Cima Construction. Laboratori HomeLab Plus ofron shërbime diagnostike dhe laboratorike të gjitha analizave të organizmit tonë, nga hematologjia, biokimia, imunologjia dhe markerët. Laboratori HomeLab Plus ofron të gjitha shërbimet mikrobiologjike të punuara me precizitet dhe korrektësi. HomeLab Plus është vendi punës, profesionalizmit dhe korrektësisë, i pari që ka ofruar shërbimin mobil laboratorik dhe vazhdon të ofrojë me përgjegjësi të plotë. Bashkëpunimi me laboratorët e njohura turke e bën laboratorin HomeLab Plus të jetë akoma më i suksesshëm. A dëshiron të mos zhgënjehesh? Je principiell dhe don korrektësinë? Je lodhur nga ata që i neglizhojnë problemet e tua shëndetësore? Jepi fund më dyshjes, sepse HomeLab Plus ofron profesionalizëm, cilësi dhe besueshmëri.
U kthyem sërish në studio për t'i përmendur ata të cilët nuk na ndojnë gjatë gjithë emisioneve tona. E këta janë sponsorët tonë. Homlab Plus, me 2 pikat e saj në Prishtinë, në lagjen Tophane dhe në lagjen Ulpiana, i themeluar në vitin 2019, ofron analiza nga fusha të ndryshme si biokimi, hematologji, mikrobiologji, nga lëmit më të ngushta, si dhe po ashtu ajo që e bën më të veçantë është bashkëpunimi me laboratore tjera që janë në Shqipëri, Turqi, Greqi dhe më tutje. Moto e tyre është profesionalizëm, cilësi dhe besueshmëri. Sponsor i dytë në fakt është Emona Center, është rrjeti i vetëm i supermarketeve në Kosovë, i dekoruar 3 herë radhazi me çmime dhe në raftet e saj po ashtu nuk përmban pije alkoolike. Meka Halal Food një nga kompanitë më të mëdha të produkteve të mishit në botën shqiptare, me produktet e mishit të certifikuara nga Bashkia Islame për produkte halal. Cima Construction është kompania themeluar në vitin 2009 me një përvojë dhe një staf të kualifikuar, ju jep përhati dhe ngrohtësi në apartamentet tuaja. Si dhe Syla Group, e cila e themeluar në vitin 2018 deri në vitin 2024 ka bërë ndërtimin e 20 apartmenteve në komunën e Skenderaj, duke ofruar komoditet dhe besueshmëri në punën e tyre që bëjnë. Pra merren me projektim, ndërtim dhe monitorim të objekteve. Kthehemi sërish në studio me msafirin tonë. U kthehemi sërish në studio me doktor Shpend Haqbeqirin, specialist i psikiatrisë. Doktor Shpend, ju në gjatë diskutimit i përmendet fobitë specifike. Atëherë, çfarë janë këto dhe cila mund të jetë më serioze, çka është gjëja më serioze e tyre? Çka mund vi deri te një fobi specifike? A mund ato të krijohen vetvetiu kështu apo janë prej kur kemi lind? Janë gjatë zhvillë fobitë specifike, dhe më thonë, janë frikë intenzive nga objektet ose nga gjësendet që ju në situata specifike i keni përjetu dhe tash, më thonë, prapi përjetoni. Për shembull, e mora shembullin gjilpërën, vizita tek mjeku, tek dentisti, për shembull, për kujtim faktikisht i fëmirisë. Do të thonë, ato nuk janë të lindura për fëmirisë, pastaj prej kafshëve, frika është jashtëzakonisht jo proporcionale me rrezikun real. Edhe për këtë arsye, do të thonë, edhe i quajmë ne si frikë specifike, po njeri me psikoterapi, terapi kognitive behaviorale, ndoshta edhe me farmakoterapi, mund t'i dalë kësaj krize, ta trajtoj dhe ta liroj. Unë kam pas shumë pacienta që kanë pas jashtëzakonisht probleme me fluturim. Së në shkojnë në detin Turqia, ku kanë pas dëshira, edhe me terapi adekvate e kemi të i kalu problemin edhe tash sot vazhdojnë të fluturojnë, po e marrin ata, më thënë se marrin, po e marrin... A mundet me kriju një varshmëri kjo? Apo nga frika, pa tjetër se do është me pas se nëse veç tek njëri është interesant që kur diçka të bën mirë, në shumë raste veç nëse ofrohesh deri te çaji, apet kemi fillu me përdorë që ata. Po flas në këtë rast, shumë raste ka kur thonë më hek dhomën pa anestezian krejt se s'kam edhe nëse një dhimbjen. Po kundërta e kësaj është kur disa tjerë do të më bëjnë anestezian me pritë mirë derisa E vërtet është por njerëz të cilët e kanë marrë një herë trajtimin adekuat dhe janë ballafaqur një herë me atë fobi specifike. Pa ndonjë telashe, ata janë tani të bindun që kjo është zgjedh një herë problemi dhe këshillat ose terapin ose çka do të qoftë duna me përcjell për arsye se herën e kaluar e ka zgjedh problemin, do ta zgjedh edhe tani. Ka shumë njerëz që kanë klaustrofobi, domethënë kanë njerëz domethënë probleme me hyrjen në lift, domethënë janë në gjendje me shku 10 kat me hyp, po nuk hypin në lift. Por nëse merr trajtimin adekuat, posaçërisht në mënyrë me psikoterapi, ai ka dalë e përgatit veten që me hypin në lift edhe mas disa tentimeve edhe arritjeve e shet që vjen deri te zgjedhja e problemit. Sa është e vështirë për ju si psikiatër që një person me ankth, çfarë do lloji qoftë ai se nuk do në mend me kuptu që pjesa fillestare, se kur gjendet në pjesën fillestare nuk është problem me u trajtu. Po sa është e vështirë për ju si psikiatër me u marrë me një person që është i kaplum nga ankthi, po them kështu.
takimi me një pacient, posaçërisht në fazën kur ai është këta që ju thot, është bukur i vështirë. Unë kam pas pacient me qarkullim ankthit dhe pej atyre qarkullimi i panikut ka qenë jashtëzakonisht i theksuar, që me thëjtë ose me gishtërin të dorës, murin e ka grupu në dhomën e vetë. Vend nuk e ka nëzonë, nuk ka pas terapi që se ka përdor, por normalisht nuk e ka përdor terapin në mënyrë si duhet. Dhe ato momentet e para gjatë bashkëbisedimit janë bukur të vështira, se ju do me vendosë edhe kontrol gjatë bashkëbisedimet që ai më ju kuptu dhe më ju dëgju këshillat e juja për të mirën e tine. E ndonjëherë është bukur e vështirë, për arsye se pacienti është në çasti krize, që ai nuk mundet as më ul, e le më ju më dëgju. Po këtë është çësia proaktive, vullneti që pacientin me dëgju mirë, me vëmendje, me ia kushtu të gjitha lloj brengave të tyre një dëgjim adekuat dhe pastaj me marrë një vendim përbashkët. Gjithmonë te plani i trajtimit të këtyre rasteve, gjithmonë duhet me pas pajtueshmërinë e pacientit. Nëse pacienti jep pajtueshmërinë se do ta bëjmë së bashku këto, besoni që zgjedhjen e problemit e keni 100%. Sa mund të marrë kohë apo varet nga shkalla? Tek gjendjet e tilla, 1 muaj deri në 2 muaj jep rezultatet adekuate. Në seanca të caktuara. Në seanca të caktuara, natyrisht. Zakonisht organizohet gjatë javës, po brenda javës me cikle apo varet nga shkalla pra? Varet nga shkalla, por zakonisht ne i praktikojmë 2 deri në 3 herë në muaj, jo më shumë. Domethënë, javën e parë masit fillimit terapisë, pastaj mas 2 jave, pastaj mas 3 jave. Domethënë, ty e shty, për arsye se kjo edhe varet nga shkalla e... Po, varet edhe nga gjendja minjëherë e pacientit pas përdorimit të terapisë, të dikush reagon më shpejt, të gjithë ne nuk jemi metabolizant të njëjtë. Dhe reagimi i terapisë të dikush reagon më kadale, të dikush më shpejt, kështu që këtë varësisht nga situata e cila mirët aty për aty vlerësohet, evaluohet nga profesionisti. Kur jemi tek trajtimi, me domos na kujtohet edhe stigma që ju bëhet këtyre pacientëve. Sa mundet me kom pengesë, sa mbetet pengesë në Kosovë? Kjo punë. Është ende pengesë bukur e theksuar, se tek edhe ku ndodhet unë pacienti kur vinë në ordinancë, thonë ai doktori i menve, ai çkajt je. Tentojnë diqysh edhe unë i tham i çkajt ki qef. Për me letu pak këtë procesin, fillimin për me. Pra, stigma me të vërtet është e theksuar. Mirë po, të gjeneratat e reja, me të vërtet kanë fillu ndryshimet. Edhe besoj që dita ditës, njerëz kanë me kërku trajtimin adekuat të njeriu adekuat. Për arsye se koha është më e vlefshme për secilin individ. Dhe nëse një njeri ka ndonjë problem këtë rast rregullimin e ankthit dhe lën në pafundësi që ta trajtoj problemin. Problemin, ai do të ketë pasoja bukur të theksuara. Edhe për këtë arsye, sa më herët çaq më mirë kanë thonë, dhe unë mendoj që duhet ne si shoqëri në përgjithësi me këto emisione televizive, me këto përkrahje të shëndetit, në këtë rast, jo vetëm shëndetit mendor, por të gjitha llojet shëndeteve, ne do të bëjmë një avantazh në edukimin e shoqërisë, spore, e pastaj edhe në trajtimin adekuat dhe pa pasoja. Atëherë, doktor Shpend, me qenë se koha po ik shpejt dhe jemi në fund të emisionit, zakonisht një nga pyetjeve në emision tek ne është edhe një mesazh për fund në pozicionin e tuaj si psikiatër dhe si studiues i forenzikës, me qenë se vini prej një sektori që është bëjagi i ndjeshëm. Po, e vërtet. Në Kosovë din që individ dhe familje ka shumë që janë të prekur nga ankthi, ose që e përjetojnë anktin, por që hezitojnë me kërku ndihmë. Po, unë fillimisht lus të gjithë auditoriumin që ta kupton që çrregullimet e ankthit janë çrregullime pa pasoja. Ato trajtohen, ato zgjidhen, dhe njeriu vazhdon jetën pa pikë problemi. Lus auditoriumin që ta merr trajtimin aty ku duhet, te personat kompetente, jo te personat të cilën nuk janë thirrur, nuk e din punën, edhe çka mas problemi është
te personat të cilët me dhënien e bornave ju përkeqësojnë vetëm gjendjen më shumë. Për arsye se me dhënien e anxiolytikëve ju krijoni një varësi tjetër e cila nuk ka mujt më zgjedh mandej as me trajtimin adekuat. Përkrahim njëri tjetrin si familje, ta shtyjmë njëri tjetrin që ta merr ndihmën adekuate, besa që shumë e rëndësi ta kuptojmë se shumicën e rasteve kam informata që vllon nuk po kupton. Çka po përjeton ky? Edhe nuk po mundet me ja shpjegu, pra du ta përkrahim familjarin ton për arsye se vetëm ai e din në për çka është tu kalu në ato momente kur ka ataqet panikut ose kur ka fobi specifike e tjera. Pra familja është shumë e rëndësishme edhe në këtë proces që ta kupton qoftë fëmijën e vet, pse nuk shkon në shkollë, pse refuzon me shku në shkollë, ta bisedoj me ta problemin që e ka, a është pi shoqënisë, a është për asimtarit adekuat, ose specifik, a për lëndë specifike, pra ta gjej mënyrën që ta motivoj që ai të rrit vetbesimin dhe ta kaloj këtë krizë. Atëherë, doktor Shpend, falënderes shumë për kohën, minutat dhe mbi të gjitha këshillat që i ofrova për auditorin këtë rast. Faleminderit për ju e për ftesën. Të nderuar shikues, kaq për sot në këtë emision lidhje me çrregullimet e ankthit, njohjen e tij dhe trajtimin e tij. Me ne sot ishte profesor doktor Shpend Haxhibeqiri, specialist i psikiatrisë dhe njëkohësisht specialist në fushën e psikiatrisë forenzike. Deri në emisionin e ardhshëm, shikim të këndshëm.